Mungesa e planit urbanistik të kryeqytetit si dhe efektet e krizës ekonomike që vijnë kryesisht nga vendi fqinj si Greqia, ka bërë që sektori i ndërtimit të mbetet pothuajse në të njëjtin nivel si një vit më parë. Ndërtuesit flasin për një stagnacion në tregun e shitjeve, ndonse sipas tyre kanë ulur ndjeshëm çmimet e apartamenteve. Tregu në përgjithësi është ai që ka qenë me një fjalë pa shumë ndryshime, një treg i vështirë, një mungesë me një fjalë rënje e madhe e kërkesës. Çmimet janë nga të gjithat, që fillojnë nga 370, po themi 380, dhe deri në çmimet tjera pastaj 1000-1500, në kuptohet që ka pasur ulje të çmimit, nuk mund të jetë, po një ulje që bëhet fjalë 15-20%. Emigrantët edhe mund t'i kenë ato pare për të blerë shtëpinë, por që në kushtet e krizës, dhe në kuptohet këtu emigracioni në Greqisë peshën më të madhe, në kushtet e krizës e quhen më të arsyeshme që t'i mbaj këto depozita për momentin se sa të shpenzoj. Siç pohojnë vetë ndërtuesit, mungesa e orientimit në tregun e ndërtimit ka krijuar pasiguri në këtë sektor. Rënja është efekti i krizës. Është pasiguria që ka tjetri në ndërtim, në zhvillim, në këto ku një influencë pozitive do kemë miratimi i planit rregullues të Tiranës, sepse do thotë që të kishte një stabilitet, çfarë do ndërtoj, si do ndërtoj dhe ku do ndërtohej. Fundi i muajit gusht dhe fillimi i muajit shtator njihet si piku i shitblerjeve të apartamenteve pasi janë emigrantët kontribuesit kryesor në këtë sektor. Por shenjat e para sipas ndërtuesve tregojnë për një rënje të kërkesës, pasi kriza ekonomike në Greqi, aty ku është dhe numri më i madh i emigrantëve shqiptar, ka bërë që këta të fundit të mendohen mirë përpara se të investojnë në pasuri të paluajtshme.